I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, jemi në të dielën e dytë të kreshme, pra në këtë udhëtim të bekuar, në këtë mjet të shenjtë që e përdorim për qëllim. Dhe qëllimi i kreshmës nuk është thjesht të mbajmë një dietë ushqimore, por qëllimi i kreshmës është një mjet që të na çojë tek qëllimi, tek Zoti, në bashkim me Zotin. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjatë periudhës së kreshmës vetëm të fokusohemi tek kreshma në kuptimin e rregullit kreshmor, që të heqim disa ushqime bashkëtazore dhe të hamë ushqime me bazë bimore. Nuk mjafton vetëm kjo, por kreshma duhet na ngrejë shpirtërisht, të na ndërgjegjësojë përgjendjen tonë shpirtërore, morale, marrëdhënien tonë shoqërore, si me Zotin, me të afërmin dhe me veten, dhe të na sjellë në pendim. Prandaj gjatë periudhës kreshmore, të gjithë krishterët, sidomos në këtë kreshmën e madhe, janë të thirrur që të bëjnë një ekzaminim të vetes së tyre, dhe është e mirë dhe e këshillueshme nga kishat që të kryhet misteri i pendim rrëfimit. Sepse nëse ne do të mbajmë një kreshëm shumë të fortë, madje edhe një agjërim të plot, por nëse ne nuk pendohemi për mëkatet tona, nuk i rrëfejmë mëkatet tona, nuk i nxjerrim jashtë ato, atëherë neve nuk kemi asnjë përfitim, sepse ne mbetemi në gjendjen mëkatare dhe aq më tepër kreshma na bëhet një shenjë e mburjes, mburremi se thjesht mbajtëm kreshëm, dhe kjo na çon në kreshmën e fariseut, por mbi të gjitha na mban larg Zotit, sepse Zoti është i shenjtë dhe Zoti nuk toleron mëkatin. Prandaj duhet patjetër që në këtë periudhë të vim në misterin e pendim rrëfimit. Sot kisha na afron të lexojmë nga Ungjilli sipas Markut për një mrekulli që neve e kemi dëgjuar, por është mirë që gjithmonë ta dëgjojmë, sepse sa herë që e dëgjojmë atë mrekulli dhe çdo mrekulli që ka bërë Krishti, patjetër që e përjetojmë në forma ose në një mënyrë tjetër, se qenia njerëzore është një qenie që zhvillohet. Edhe ne si besimtarë ishim këtu përpara një viti, të dëgjuam këtë pjesë të Ungjillit, por ka kaluar një vit dhe tani neve kemi një ngritje shpirtërore, ose edhe mund kemi dhe një ulje shpirtërore. Prandaj dhe kisha gjithmonë i përsërit këto mrekulli, duke na dhënë kuptimin më të plot dhe që neve e arrim sipas stadit të zhvillimit tonë. Pas disa ditësh, kur Jesu u kthye në Kapernaum, u hap fjala se ai ishte në një shtëpi. Atje u mblodhen aq shumë njerëz sa që nuk ishte më ku të rinin as edhe tek dera. Ai u predikonte fjalën. Atëherë erdhën dhe i sollën një të paralizuar, të cilën e mbartin 4 burra. Meqense nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, hapën çatin sipër tij dhe ulën poshtë vigun ku gjendej i paralizuari. Kur pa besimin e tyre, Jesu i tha të paralizuarit: "Bir, t'i janë falur mëkatet." Disa skripturinë aty filluan të mendonin në zemrat e tyre: "Pse flet kështu ky njeri?" Apo thyen Perëndin: "E kush tjetër përveç Perëndis mund t'i falë mëkatet?" Jesu i kuptoi menjëherë në shpirtin e tij ato që po mendonin kështu, prandaj u tha: "Pse mendoni kështu në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë? Ti thuash të paralizuarit: ti janë falur mëkatet, apo ti thuhet: ngrihu, merr vigun dhe ec? Mirë po që ta dini se biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi tokë." I tha të paralizuarit: "Ço, po të them, ngrihu, merr vigun e shko në shtëpi." Ai u ngrit, mori me njëherë vigun e doli para të gjithëve. Të gjithë u manitën dhe përlëvduan Perëndinë e thanë: "Nuk kemi parë asnjëherë diçka të tillë." Kjo është pjesa e Ungjillit që lexojmë sot. Ka shumë kuptime, të cilën ne nuk na dal koha që t'i flasim, por do përqendrohemi në disa pika. E para, Krishti ishte në një shtëpi. Shtëpia ishte, si thuhet në Kapernaum, ndoshta e apostull Petrës dhe apostull Andrea, sepse ata ishin nga Kapernaum, ishin peshkatar. Dhe në atë shtëpi erdhën shumë njerëz. Po sot Krishti ku është? Po ai është në një shtëpi. Kush është shtëpia e Krishtit? Kisha. Këtu është Krishti. Sepse kisha quhet shtëpia e Perëndis.
Dhe këtu ne mblidhemi ashtu siç ishin mbledhur ata njerëz në atë kohë rreth Krishtit. Prandaj kur bim në kishë, ne nuk vim në shtëpinë e priftit. Bim në shtëpinë e Krishtit. Dhe jo thjesht të takohemi me priftin si person dhe me njëri tjetrin, por nëpërmjet misterëve të kishës që kryen nga prifti, ne takohemi me Krishtin. Dhe kur flet prifti, po flet fjalën e Krishtit. Kur afron prifti misteret, afron trupin dhe gjakun e Krishtit. Prandaj këtu vim takojmë Krishtin. Këtë gjithmonë duhet ta kemi në mendje. Dhe çdo mendim që mund na vi, sepse djalli na thot, po ka disa priftërinj të mirë, ka disa priftërinj të këqij, sipas tyre, te ky prift do shkoj, te ky prift nuk do shkoj, ky është gabim. Ne shkojmë në shtëpinë e Perëndis për të takuar Krishtin. Dhe në këtë shtëpi kishin ardhur shumë njerëz, sa porta ishte mbushur me njerëz dhe nuk mund të hyje dot ta takoje Krishtin. Por ishte një paralitik. Ky paralitik patjetër që nuk kishte mundësi të lëvizte. Paraliza është një vdekje për së gjalli, e dim. Sidomos ata që e kanë, ose ata që ju shërbejnë. Dhe ai dëshironte të shkonte te Krishti, por nuk mundej. Atëherë ishin 4 njerëz. Jo më kot është numri 4. Numri 4 janë 4 gërmat e emrit Adam. Pra, numri 4 është numri i botës. Numri 4 është numri i njeriut. Numri 4 është dëmshuria. Numri 4 është bashkëpunimi. Numri 4 është veprimi. Numri 4 është këmbgulja. Pra janë këto 4 veprime që duhet i bëjë një njeri për ndihmuar një njeri tjetër. Dhe këta të 4 e morën këtë paralitik për ta çuar te Krishti. Çfarë mësojmë këtu? Besimi nuk është vetëm për veten tonë. Nuk mund të themi unë besoj dhe besoj vetëm për vete. Jo, ne besojmë dhe për të tjerët, duke i ndihmuar të tjerët të shkojnë te Krishti sipas besimit tonë. Si bëhet kjo? Duke i folur, duke u lutur për tjetrin, madje edhe duke marrë për dorë, duke sjellë në kishë dhe duke thënë, eja shi çfarë bëhet në kishë. Prandaj, nëse neve kemi të paralizuar në shtëpitë tona, dhe kur them paralizuar, jo vetëm paralizuar fizikisht, paralizuar mendërisht, shpirtërisht, të cilët nuk munden dot të besojnë, e kanë të vështirë. Atëherë ne do t'i çojmë ata te Krishti me besimin ton, me lutjen ton, me shembullin ton, me përkushtimin ton. Siç e quan këtë paralitik ta 4 njerëz. Dhe këta 4 njerëz e zbritën paralitikun nga çatia, sepse nuk mund ta fundin dot nga dera. Pra, asnjëherë nuk duhet të riqemi nga vështirësitë që mund të kemi për takuar Krishtin. Për takuar Krishtin nuk është e lehtë. Kush e ka të lehtë shkoj takoj një president apo një mbret? Ka shumë vështirësi. Duhen shumë ndërmjetësime, ka roje përpara, ka pengesa e gjitha. Po shkosh takosh Krishtin, Zotin e qiellit dhe dheut, është e lehtë? Nuk është e lehtë, jo se Zoti nuk do, por ne kemi shumë pengesa, që janë personale, shoqërore, familjare, kulturore, të gjitha këto na pengojnë për takuar Krishtin. Për shembull, niseni për kishë. Njeriu i shtëpisë i afërt, burri thot gruas e grua burrit. Po ku do shkosh? Prapë në kishë, mbeten në kishë. Ose prindër fëmijë ose fëmijët prindërve, ose miq dhe shok. Pra njerëzit më të afërt na bëjnë shpeshherë pengesë për të vajtur në kishë. Ose na pengojnë të tjerët, që nuk e besojnë Krishtin. Mund na bën pengesa që mund të na rrezikojnë edhe jetën. Nuk shikoni sot çfarë bëhet, si vriten krishterët. Pse? Se duan të shkojnë në kishë, të adhurojnë Krishtin dhe nuk i lënë. Por asnjë pengesë nuk është më e fortë se dëshira për takuar Krishtin. Mbi të gjitha kemi një armik të padukshëm, djallin, i cili bën të gjitha mënyrat dhe ato të pamundurat që të na pengojnë për shkuar në kishë, për takuar Krishtin. E shikoni që në mëngjes, vështirësi për të ngritur, vështirësi për të bërë gati, vështirësi gjatë rrugës, sepse atë punë ka ai. Por neve duhet të këmbgulim që të vim në kishë, se takojmë Krishtin. Dhe kur Krishti pa paralitikun te këmbët e tij, ai për hir të besimit të atyre 4 njerëzve i thot paralitikut: "Birë, ti janë falur mëkatet."
Në pamje të parë ne do dëgjonim, ose donim të dëgjonim, që Krishti thoshte, shëro, ngriu, ec. Pse Krishti tha birët janë falur mëkatet? Pse? Këtu mësojmë një gjë shumë të madhe, që ne shpesh e harrojmë. Shkaku i sëmundjeve mendore, shpirtërore, trupore, familjare, popullore, shoqërore, i është mëkati. Në qoftë se nuk do kishte mëkat, nuk do kishte sëmundje. Asnjë dhimbje koke, asnjë teshtim nuk do ekzistonte. Por të gjitha vijnë për shkak të mëkatit, i cili është personal, prindëror, familjar, kolektiv. Që na ndot, është një lloj virusi që ne nuk e shikojmë, që e trashëgojmë, e fitojmë. Dhe mëkat nuk është vetëm thjesht të thyesh ligjin, një porosit Perëndis, mos vjedhësh, mos gënjesh. Mëkat është dhe të mendosh gabim. Mëkat është dhe mos bësh atë që duhet ta bësh. Si thotë Dëshën Jakovi, dhe nëse ti duhet të bësh të mirë dhe nuk e bën, ti ke bërë mëkat. Dhe a ka mëkat më të madh se mos vish të dielën në kishë? Sa krishterë mëkatojnë në këtë mënyrë? Ku janë krishterët? Këto karike bosh tregojnë se këta krishterë sot nuk kanë ardhur në kishë. Kanë bërë mëkatin më të madh. Kanë thyer ose kanë mohuar ftesën e Zotit, që i fton në shtëpinë e tij. Prandaj, duhet të dimë se të gjithë jemi qenie mëkatare. Dhe arsyeja pse vim në kishë është se ne vim për ndjesën e mëkateve. Kisha është spital që shëron sëmundjen më të madhe që nuk e shëron asnjë mjek, asnjë medikament. Mëkatin. Këtu ka ilaçe që shërohet mëkati. Pse janë shtuar sëmundjet sot? Se ka mëkat. Më përpara kishte shumë kisha, kishte shumë manastire, kishte shumë klerik, kishte shumë besim, kishte pak sëmundje. Madje mik s'kishte fare. Prifti ishte edhe mësuesi, prifti ishte edhe mjeku. Jo se dinte mjekësi, po shëronte me misteret e kishës. Me pagëzimin, me pendim rrëfimin, me kungimin. Kurse sot, njerëzit largohen nga kisha, largohen nga misteret e kishës. Dhe ku? Dyte në për spitale. Ashtu, mirë thash. Mbushen spitalet plot, edhe në për korridore ke njerëz të shtruar. Pse? Se kam mëkat. Dhe njerëzit nuk duan të shirohen dhe të shirohen nga mëkati. Nëse ne nuk shirohemi nga mëkati, sëmundja trupore ose mendore nuk shërohet. Dhe mjekët sot po japin të drejtë kishës kur thonë mos ke në një breng, mos ke në shqetësim. Pra, ata thonë që shkaku i sëmundjeve janë mërzitjet, janë dëshpërimet, janë brengat. Pra, çfarë janë këto? Pasojat e mëkatit. Pra, kisha na mëson, shërimi vjen. Pendohu, rrëfeu, iq mëkatin, vjen shërimi. Prandaj Krishti tha birët janë falur mëkatet. Dhe mbasi tha birët janë falur mëkatet, i tha merr shtratin edhe ngriu. Dhe ai që ishte i vdekur për së gjalli, mori fuqi. Pse? Se u largua mëkati. Dhe ku largua mëkati, erdhi fuqia e Zotit. Dhe kur erdhi fuqia e Zotit, erdhi ringjallja. Zoti nuk vjen kur ne kemi mëkat. Mëkati është një mur i bronz që na ndan me Zotin. Në qoftë se nuk heqim mëkatin, nuk vjen Zoti tek neve. Prandaj dhe ka shumë njerëz që thonë, unë u luta Zotit, kërkoj ndihmë, desdiqëri, bëj këtë, po problemi nuk më zgjidhet. O mik, ke mëkat. Duhet të heqësh mëkatin. Po si qet mëkati? Jo thjesht me një ndjesë më fal. Jo duke bërë kurban kafsh. Ose thjesht duke hedhur disa para në kishë. Jo, ose duke ardhur biseduar me priftin. Jo. Mëkati hiqet me misteret e kishës. Misteri që heq mëkatin është misteri i pagëzimit. Është për ndjesën e mëkateve, të trashëguara, së gjushore dhe personale. Misteri tjetër që heq mëkatin mbas pagëzimit është pendim rrëfimi. Pa pendim rrëfim nuk hiqet mëkati. Dhe ajo që heq mëkatet e lehta dhe të vazhdueshme është kungata. Çfarë thot priti nuk ku na kungon? Kungohet shërbëtorja e Perëndis për ndjesën e mëkateve dhe për jetën e përjetshme. Këto pra janë, si them, mistere që na ndihmojnë për shlyerë mëkat. Ose misteri i evqelisë, që bëhet për smurët, dhe misteri i evqelisë është në fillim për ndjesën e mëkateve dhe për shërimin. Ja pra të dashur me Krishtin si largohet mëkati. Dhe duke larguar mëkati vjen edhe shërimi. Këtë duhet të bëjmë. Këtë na mëson kisha nëpërmjet leximit të Ungjillit.
sepse Krishti është po ai që ishte, po ai është sot. Po ai do të jetë deri në fund të kohës. Dhe kisha është spitali që shëron të gjitha sëmundjet dhe në radhë parë mëkatin. Amin.